Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e avokatëve mbrojtës të zhdukurit Ervis Martinaj dhe familjarëve të tjerë të tij, të cilët kërkuan heqjen e sekuestros dhe lirimin e pronave. Sipas mbrojtësve ligjor, kjo kërkesë është dërguar në gjykatë prej rreth 2 vitesh, ndërsa afatet ligjore parashikojnë një kohë shqyrtimi brenda 1 viti. Pasi u toroq për vendim, gjyqtari Erion Bani vendosi rrëzimin e kërkesës. Sipas tij, kërkesa për shuarjen e masës së sigurisë është e pabazuar në ligj e në prova, përderisa prokuroria ka kompetencë të hetojë për 2 vjet nga sekuestroja, bazuar në ligj. Ka disa kërkesa për zgjatjen e sekuestros dhe është vendosur zgjatja e afatit të sekuestros 2 herë deri në dhjetor 2025. Sipas Banit, masa shuhet nëse në momentin kur mbaron afati i shtyri masës, nuk është kërkuar nga prokuroria konfiskimi. Gjykata vlerëson se prokuroria e ka depozituar kërkesën për konfiskim brenda afatit ligjor dhe për këtë arsye nuk jemi në kushtet e shuarjes. Si përfundim, rrëzohet kërkesa për shuarjen e masës së sekuestros së pasurive të Martinaj. Në vitin 2023, me vendim të gjykatës së posaçme, Ervis Martinaj dhe familjarëve të tij dhe personave të lidhur me të ju sekuestruan 23 pasuri. Ndërkohë në seancën e radhës, me kërkesë të SPAK, pritet të merren në pyetje si dëshmitar një grup personash të cilët zotrojnë pronat e Ervis Martinaj, mes tyre edhe babai, Mustafa Martinaj. Lista e plotë e pasurive të sekuestruara. Aksionet e King Casino, ku aksioner është 100% Ervis Martinaj. 50% të aksioneve të shoqërisë Alba Telecommunication, në emër të Ervis Martinaj. Aksionet e shoqërisë Mati Union, ku aksioner është 100% Mustafa Martinaj. Aksionet e shoqërisë Martinaj EM, ku aksioner është 100% Mustafa Martinaj. Subjekti Ervis Martinaj. Shoqëria Real Phoenix, ku aksionere është 100% Roberta Martinaj. Subjekti Drenica Martinaj. Subjekti VK. Shoqëria SPE Energy SHPK, ku aksioner është 100% VK. 21% e aksioneve dhe aseteve të shoqërisë SPE Gjadër, të zotruara nga SPE Energy SHPK, ku aksioner është 100% VK. Një automjet Smart, modeli Passion, në pronësi të Eriona Martinaj. Një automjet Land Rover, modeli Discovery, në pronësi të Eriona Martinaj. Një automjet Mercedes-Benz, modeli GLK 350, në pronësi të Vasilika Martinaj. Një automjet Fiat, modeli Fiesta, në pronësi të Vasilika Martinaj. Një automjet BMW, modeli M550, në pronësi të Vasilika Martinaj. Një pasuri me sipa 82 m2 në lagjen Pavarësia Vlorë, në pronësi të Drenica Martinaj, dhe një arë në Pikeras Sarand, në pronësi të Ervis dhe Roberta Martinaj. Një njësi me sipa 137 m2, në pronësi të Vasilika Martinaj. Një ullishte me sipa 9800 m2, në Dobresh Tiranë. Një arë 3815 m2, në Fushë Kuqe Kurbin. Arë me sipa 7000 m2 në Patok. Arë në Fushë Kuqe Kurbin, sipa 12145 m2. Arë në Patok Kurbin, me sipa 1973 m2. Arë dhe Truall me sipa 1975 m2, në Fushë Milot Kurbin. Arë me sipa 1632 m2, në Fushë Milot Kurbin. Truall dhe Ndërtes me sipa 300 m2, në emër të Mustafa dhe Vasilika Martinaj. Arë me sipa 2523 m2, në Fushë Kuqe Kurbin. Arë dhe Ndërtes me sipa 410 m2, në Fushë Kuqe Kurbin, në emër të Mustafa dhe Vasilika Martinaj. Arë me sipa 120 m2, duruar nga Ervis Martinaj, shtetases Bisere Hato. Truall dhe Ndërtes 580 m2, duruar nga Ervis Martinaj, shtetases Bisere Hato. Apartament në rrugën Dervish Hima, me sipa 105 m2, duruar nga Ervis Martinaj, shtetases Gelmona Tarja. Ullishte 2000 m2 në fshatin Gjileke Dhërmi, pasuri aktualisht në pronësi të shtetasit Fatmir Ahmet Vuthaj, llogari kursimi për fëmijë.